Sali Berishës, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një qëndrim tjetër. Ish presidenti, ish kryeministri i Shqipërisë dhe kryetari i Partisë Demokratike që sot lejohet të shkelin territorin e Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe cilësimi non grata nuk ekziston më. Ka qenë përfaqësuesi amerikan në Tiranë, Van Horn, e cila ka telefonuar Sali Berishën për t'i bërë të ditur vendimin e sekretarit shtetit Marco Rubio që heq përcaktimin non grata, si e quajmë ne, ose ndalesën për të hyrë në territorin e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Në maj të vitit 2021, Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, taloi hyrjen e Sali Berishës dhe familjarëve të tij në SBA për një sër akuzash. Berisha nuk e pranoi vendimin, ai nisi një betejë ligjore me Blinken që nuk arriti të finalizohej, më pas, po themi, shpallja non grata e Berishës dhe presioni e ambasadores amerikane për ta larguar atë nga grupi parlamentar i PD-s çoi në një betejë thuajse 4 vjeçare brenda Partisë Demokratike që përfundoi me largimin e Bashës dhe rikthimin e Berishës në krye të Partisë Demokratike. 5 vjet më pas, Departamenti i Shtetit e ka hequr këtë përcaktim duke mos pasur më asnjë kufizim ndaj Berishës. Një vendim i gabuar i 5 viteve më parë çoi në një betejë të gjatë të opozitës në cfilitjen e saj dhe natyrisht në një kosto shumë të madhe për opozitën shqiptare, por edhe për demokracinë në Shqipëri. Gjithsesi, nga sot Departamenti i Shtetit nuk e konsideron më këtë vendim dhe Berisha ka të drejtën e tij të marrë vendimet për të ardhmen e tij politike.